Alba debaton ashpër me Sasën dhe duket qartë se ajo është shumë e acaruar dhe nuk po arrin të qetësohet. Emocionet e saj janë në kulm dhe çdo fjalë që thot tregon se po humbet durimin. Ajo i afrohet Sasës me një ton të fortë dhe i thot qartë se duhet të mbyll gojen, duke i paralajmëruar se nëse nuk e bën këtë, do të ketë pasoja. Alba nuk duron më komentet e Sasës dhe i thekson me forcë që të mos flasë më për të keq, sepse kjo po e irriton dhe po e bën të ndihet e ofenduar. Sasa duket i befasuar nga intensiteti i reagimit të Albës, por Alba nuk ndalet dhe vazhdon të përsërisë paralajmërimin e saj, duke e bërë të qartë se nuk do të tolerojë më asnjë fjalë të pavend dhe ofenduese. Ajo lëviz pak afër tij, duke e shoqëruar fjalimin me gjeste që tregojnë seriozitetin dhe nervozizmin e saj. Alba duket e vendosur të mos lejoj që askush ta poshtërojë ose të flasë keq për të, dhe çdo fjalë e saj tregon qartë se ajo është gati të marrë masa nëse Sasa nuk ndalon. Në këtë moment, atmosfera mes tyre është tensionuar dhe duket se debati nuk ka për të mbaruar lehtë. Alba nuk rrin dot rehat dhe duket se emocionet e saj po e mbërthejnë tërësisht, ndërsa Sasa duket se po përpiqet të gjejë një mënyrë për t'u përgjigjur, duke kuptuar se Alba është e vendosur dhe nuk do të tolerojë më ofendime ose komente negative.